Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po japim lajmet në televizionin 4+. Festivali folklorik tipologjik i Valles Burimore, që u mbajt për 2 net, më 23 dhe 24 qershor në Lushnjë, me 16 grupe nga trevat shqiptare, përcolli traditën dhe folklorin e pasur që është trashëguar brez pas brezi. Juria shpërndau 10 çmime për pjesëmarrësit. Festivali folklorik tipologjik i Valles Burimore u mbajt në Lushnjë për 2 net, më 23 dhe 24 qershor. Mbështetur nga Ministria e Kulturës, Qendra Kombëtare për Veprimtari Tradicionale dhe Bashkia e Lushnjë. 16 grupe folklorike nga treva të ndryshme shqiptare konkuruan në festival me valle dhe këngë të zonave të tyre, duke përcjell traditën dhe folklorin e pasur që është trashëguar brez pas brezi. Trupa e ansamblit kombëtar të këngëve dhe valleve popullore ishte e ftuara speciale që përshëndeti festivalin me interpretimin e jashtëzakonshëm të saj. Juria profesioniste e përbër nga kryetari Wesley Alushi, koreograf dhe 2 antarët Liman Maloku, kompozitor dhe Leonard Syziu, koreograf, shpërndan 10 çmime. Çmimi i juris shkon për grupin e Qendrës Kulturore Dardania Tropoj. Çmimi i karrierës dhe shkon për grupin e valleve të Bashkisë Prenjas. Kalojmë te një çmim që është shumë i bukur, që emërtohet çmimi kostumi me origjinal dhe shkon për grupin e valleve të Bashkisë Kurbin. Çmimi koreografia me origjinale shkon për një grup i cili ka interpretuar dije dhe është grupi valleve të Bashkisë Lezhë. Të jap çmimin valltarja më e mirë që vjen për Sibora Qëndraj, ansambli krau i Shqiponjës Tajp Madani Vlorë. E dashur kryetare, dua që të japësh çmimin valltari më i mirë, i cili shkon për shpresart me Mia Antropoj. Shpresartin e kemi në sken me 2 çmime tashmë. Është emocioni dhëndes çmimit të fundit për këtë edicion të 13, i cili besoj se ishte një eksperiencë shumë e këndshme për të gjithë. Tani unë doja ta dëgjoja edhe njëra të daullen e grupit të valleve të ansamblit Peter Bogdanit të Asit. Besoj që jemi bazuar kritereve për të vlerësuar atë që përmban festivali konkretisht. Një nga vërejtjet e mia, sepse jo gjithmonë mund të themi fjalë të mira dhe pozitive, një nga vërejtjet e mia është rëndësia dhe kujdesi që duhet kemi kur dalim në skenë dhe ruajtja e kostumit tradicional dhe sidomos ka pasur nga ato grupe për mos t'i specifikuar këtu me mungesë të elementeve të veshjeve tek këmbët. Kjo ka çuar ndoshta në penalizim të pikëzimit. Ky festival ka sjell element shumë origjinal, duke risjell edhe një herë në vëmendje rëndësinë e ruajtjes së Valles Burimore. Sigurisht të vlerësosh një folklor nuk mundesh ta vlerësosh më i mirë apo më i keq, është krijimtaria e popullit edhe ne jemi të detyruar vetëm ta vlerësojmë dhe jo ta kritikojmë, por trashëgimin, ruajtjen e aspekteve karakteriale dhe trashëgimisë, sidomos tek brezat, ne jemi munduar nëpërmjet këtyre çmimeve të jemi sa më të drejtë edhe të jemi sa më mbështetës, duke u munduar që mos t'i hymë në hak asnjë grupi. Festivali folklorik tipologjik i Valles Burimore erdhi me edicionin e tij të 13 në Lushnjë. Sot u zhvillua provimi i dytë për minimaturën 2025. Provimi matematikës, të cilit ju nënshtruan 594 nxënës të klasave të 9-ta në Bashkinë Lushnjë. 28.000 nxënës zhvilluan sot provimin e dytë në lëndën e matematikës për minimaturën 2025 në 340 qendra që administrohen dhe monitorohen nga stafe të kualifikuara të institucioneve arsimore. 594 nxënës të klasave të 9-ta në Bashkinë Lushnjë ulën në bankat e 8 shkollave të përcaktuara si qendra provimi. 4 dëshmorët Fotopuka, Skënder Libohova, Kongresi i Lushnjës, Fjeshegan, SHMB Kolonjë, Dushk dhe Krutje Sipërme.
Nxënësit u paraqitën në shkolla një orë para se të fillonte provimi, ndërsa provimi nisi në orën 10 dhe përfundoi në 12:30. Disa nga rregullat që nxënësit ndoqën gjatë provimit janë: nxënësit kishin me vete mjet identifikimi, kartë identiteti ose pasaport. Gjatë kohës që u zhvillua provimi, u ndalua rreptësisht përdorimi i telefonave dhe ora smart. Nxënësit duhet të përdornin stilolaps me një ngjyrë dhe kurrë më shumë se një ngjyrë në plotësimin e testit e të tjera. Nxënësit e klasave të nënta do të zhvillojnë më 30 qershor testin e fundit atë të gjuhës së huaj. Kryeministri Edi Rama po merr pjesë në samitin e NATO-s që po zhvillohet në qytetin e Hagës. Kryeministri Rama, shoqëruar nga bashkëshortja, ka marrë pjesë në darkën zyrtare organizuar nga mbreti i Hollandës. Kryeministri Edi Rama po merr pjesë në samitin e nivelit të lartë të NATO-s, që zhvillohet në Hagë në Holland më 24 dhe 25 qershor. Liderët e vendeve të NATO-s u pritën nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Rutte dhe kryeministri i Mbretërisë së Hollandës Schoof. Fokusi i këtij samiti do të jetë tek një sër çështjesh të rëndësishme me të cilat përballet Aleanca. Rritja e investimeve në mbrojtje është tema më e rëndësishme si dhe mbështetja ndaj Ukrainës. Kryeministri Rama dhe bashkëshortja e tij Linda Rama morën pjesë në darkën zyrtare të organizuar nga mbreti Willem Alexander dhe mbretëresha Maxima e Hollandës në pallatin mbretëror. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin të gjithë krerët e shteteve dhe qeverive pjesëmarrëse në samit, përfshirë liderët e Amerikës, Bashkimit Evropian, si dhe presidenti i Ukrainës Zelensky. Mbi 10.000 oficerë janë angazhuar për mbarvajtjen e samitit me forca toksore, helikopter dhe patrullime në det. Mediat amerikane akuzojnë presidentin Trump se bombardimet nuk kanë arritur të shkatërrojnë objektet bërthamore të Iranit. Trump shpërthen kundër tyre, objektet bërthamore u shkatërruan. Armëpushimi arritur mes Izraelit dhe Iranit me ndërmjetësimin e presidentit të Amerikës Trump vazhdon të jetë në fuqi. Si Izraeli, ashtu dhe Irani shpallën fitoren pas 12 ditësh konflikti në të cilin Amerika ndërhyri duke kryer bombardime në mbështetje të Izraelit, për të shkatërruar objektet e Iranit për pasurimin e uraniumit. Por mediat amerikane kanë raportuar se bombardimet nuk kanë arritur të shkatërrojnë objektet bërthamore të Iranit, siç ka pretenduar presidenti. CNN i lajmeve të gënjeshtërta, bashkë me New York Timesin që po dështon, po përpiqen për të përulur një nga sulmet ushtarake më të suksesshme në histori. Objektet bërthamore në Iran janë shkatërruar plotësisht, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social. New York Times, Washington Post dhe CNN, duke cituar raportin e inteligjencës ushtarake nga Agjencia e Inteligjencës së Mbrojtjes së Pentagonit, raportuan se bombardimet e fundjavës nuk arritën të shkatërrojnë centralet bërthamore të Iranit, të ndërtuara nën tokë. Sipas mediave amerikane, në raportin e dijes, vetëm hyrjet e objektit nëntoksor në Fordo u shkatërruan, ndërsa strukturat nën tokë mbetën të paprekura. Raporti 5 faqesh gjithashtu tregoi sipas mediave në Amerikë se Irani kishte zhvendosur rezervat e uraniumit të pasuruar në vende të tjera para sulmeve. Raportet vlerësuan se bombardimet amerikane vetëm sa e kanë kthyer disa muaj mbrapa programin bërthamor të Iranit. Ndryshe nga pasqyrimi i mediave amerikane, presidenti Trump i përshkoi sulmet si goditje vdekjeprurse për programin bërthamor të Iranit. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i ndiqni gjithashtu në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.